Një ditë nga ditët, një dietar ishte ulur me një grup njerëzish. Në mexhlis u paraqitën shumë tema, e ndërto disa nga të pranishmit e paraqitën edhe temën e martesës dhe grave. Njëri nga ta tha: "Gruaja është si këpuca. Burri mundet ta ndëron dhe ta zavendëson derisa të gjen numrin e përshtatshëm për të." Të pranishmit të habitur nga fjalët e tij shikuan ka dietari dhe i thanë: "Cili është mendimi i juaj për këto fjalë?" Atë që e tha vëllai jon është e vërtetë plotësisht. Gruaja i përngjan këpucës në sytë e atij që veten e sheh si këmbë, dhe është kuror në sytë e atij që e sheh veten si kokë. Mos e qertoni atë që flet, por shikoni se si e sheh ai fillimisht vetveten.